Pensionistët që prej këtij janari përfitojnë një rritje e cila çdo janar do të dyfishohet. Pra janarin e ardhshëm do të marrin 2 fishin e shtesës këtij janari. Janarin pas tij 3 fishin e shtesës këtij janari. Pastaj 4 fishin e këtij janari dhe në Shqipëri në 2030 do të ndalet ky progresion tek 5 fishimi i shtesës së mirë së ardhur të janarit të këtij viti, pra të këtij viti. Kjo kthesë është një çlirim i madh për mua. Në di se si kam shtrënguar dhëmbët për të bërë durim, se si ndjehesha, se si sikletoshesha, se si me zinxhira fjalë kur thosha s'ka mundësi, nuk kemi lek për ta bërë, s'është e mundur. Duhet fillimisht të rrisim mundësitë e shtetit, se bëjmë dot, se nuk mund minojmë shtëpinë ku rriten fëmijët tanë. E pra, duruam, por më në fund erdhëm në këtë pikë, sepse punuam çdo ditë për kthesën që sapo ka nisur. Dhe më e mira është e gjitha përpara, për gjyshet dhe gjyshrit e këtij vendi.